E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për t'i dhënë deri diku një përgjigje, një pyetjes që po bëhet jashtëzakonisht shumë nga publiku shqiptar. Pyetja më e madhe që po bëhet këto ditët e fundit është kjo: a ka reflektuar Rogerti brenda dhomës së reflektimit? A do të përdor Rogerti të njëjtën gjuhë dhe a do të kthehet Rogerti brenda në shtëpinë e Big Brotherit? Vllau i madh ka bërë disa sfida kundërdrejt Rogertit, ka patur bisedën me pasqyren, do me thënë me veten e tij, ku për mendimin tim Rogerti u tregua jashtëzakonisht i sinqert. Më pas ka patur bisedat me banorët të cilët shkonin uleshin tek dera dhe bisedonin me Rogertin. Ai në dhomën e rrëfimit të ndjeshte shumë i thyer dhe i lënduar nga produksioni që ka marrur këtë vendimin, sepse nuk është e lehtë që të flesh në për ato gur dhe të kalosh atë sfidën që në fakt Rogerti po e kalon. Dhe në anën tjetër ai ftoi disa banor ku qëndroi stoik në atë qëndrimin e tij mali, sepse banorët, siç duket, nuk e kuptuan zarfin se çfarë shkruante. Në zarfin e bardhë shkruante: nëse dëshironi ta pranoni ftesën ose nuk dëshironi, është zgjedhja në dorën tuaj. Do me thënë, nuk është se ishte imponim nga vllau i madh që duheshte me patjetër të shkojnë në dhomën e reflektimit dhe të merren me Rogertin. Por normalisht unë i kuptoj, banorët duan të bëjnë lojën, banorët duan të bëhen strateg, duan të jenë për të gjitha videot e mundshme dhe në prajmin e mundshëm, dhe me patjetër që e pranuan edhe këtë ftesën, sepse në logjikën e tyre ato mund ta dinë dhe mund të logjikojnë që Rogerti është një banor që konsideron një lojë shumë të fortë. Tani pyetja më e madhe që bëhet nga publiku shqiptar është kjo: a do të kthehet Tiron Rogerti të shtunën në shtëpi? Si e mendon ti? Për mendimin tim, unë jap analizën time, Rogerti do të kthehet nesër mbrëma në shtëpi, pa marrë parasysh se si është votuar, ai do të jetë pjesë e shtëpisë së Big Brotherit. Përse? Sepse Rogerti është e vetmja aleancë kundër me veten e tij, kundërdrejt të gjithë banorëve. Mos prezenca e Rogertit në shtëpi, do të thënë, e ka parë shtëpinë në një javë krejtësisht të qetë, banorët nuk kanë patur diskutime, banorët nuk kanë patur debate, përpos Big Lovit që ka qenë një ndër momentet më interesante dhe që ka shtuar kureshtje jashtë shtëpisë së Big Brotherit për shikuesit për t'i shikuar, nuk ka patur diçka interesante që ka ndodhur brenda në shtëpi që të krijonte shikueshmëri, të krijonte debat, të krijonte diskutim jashtë asaj. Dhe sekreti i një Big Brotherit është se kush krijon diskutime jashtë asaj. Dhe Rogerti, me natyrën dhe stilin e tij të lojës, jam i bindur që në momentin e parë që do të rikthehet në shtëpi brenda, do të krijon diskutime jashtëzakonisht shumë të mëdha dhe do të krijon debate jashtëzakonisht shumë të forta, sepse është aleanca e vetme me veten e tij për të bërë lojën kundërdrejt të gjithë banorëve. Ajo që Rogerti ka reflektuar, dhe mendoj që ka reflektuar, por në momentin kur Rogerti do të del nga vetja dhe do të del në nervozën e tij, sa do të mundet ta kontrolloj veten, sepse në përgjithësi banorët kur janë të qetë mund ta kontrollojnë veten, atë se çfarë flasin etj etj, po në momentin kur ato dalin nga vetja, si do ta kontrollojnë natyrën e tyre. Mendoj që Rogerti ka reflektuar në mënyrën e të shprehurit dhe në mënyrën se si do t'ju drejtohet banorëve të tjerë pa i ofenduar fare. Ndërsa sa për strategjinë e lojës, për formën e lojës, unë personalisht nuk e shoh Rogertin fare të reflektuar.